Kosova është bërë vendi i parë që ka konfirmuar publikisht se po shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Britania. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Kosova dëshiron të ndihmojë Mbretërinë e Bashkuar në luftën kundër imigracionit të paligjshëm, në këmbim të mbështetjes për forcimin e sigurisë ndaj kërcënimeve nga Serbia dhe Rusia. Në prag të samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor që mbahet të mërkurën në Londër, Kurti konfirmoi se po zhvillohen bisedime ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë çështje. Albin Kurti tha se ka kapacitete të kufizuara në këtë shtet të vogël me një popullsi prej më pak se 2 milion banorësh, por ai pret një rezultat të suksesshëm nga negociatat. Bisedimet janë duke u zhvilluar, konfirmoi ai, ndërmjet zyrtarëve nga të dyja vendet për një marrëveshje për kthimin e migrantëve, për ata që është refuzuar kërkesa për azil nga Britania dhe që janë në pritje të deportimit në vendin e tyre të origjinës. Sipas mediave britanike, një ekip nga Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar është duke eksploruar opsione për mënyrën se si mund të funksionojë kjo marrëveshje, megjithëse ende nuk është bërë një kërkesë formale për Kosovën. Kurti, i cili po merr pjesë në një samit të Ballkanit Perëndimor në Londër, u shpreh se duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar, e konsiderojmë këtë si një detyrë miqësore dhe politike. Kryeministri britanik Keir Starmer i ka identifikuar vendet e Ballkanit Perëndimor si aleat kyç në luftën kundër migracionit të parregullt, me 22.000 persona që kanë përdorur këtë rrugë për të arritur në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar. Qeveria britanike ka nënshkruar marrëveshje për të luftuar bandat e trafikut të qenieve njerëzore me Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Keir Starmer tha më herët këtë vit se qeveria ishte në bisedime me disa shtete për të ngritur qendra kthimi, që ai quajtoi një inovacion i rëndësishëm për individët që i kanë shtëruar të gjitha apelimet në sistemin britanik. Kosova është vendi i parë që konfirmon se këto negociata janë në zhvillim dhe diskutime të mëtejshme pritet të kryhen në kuadër të samitit të kësaj jave.